Përshëndetje kryeministër, a keni votat sot për krye parlamentare? A keni numrat kryeministër? Ministre, qysh janë ç'është gjendja sot? Është arrit në marrëveshje me nismën çoftëllën me dikon partive tjera, a mundën me të qenë së paku 61 vota për emër të kryeparlamentarit? Po ju e dini që kryeparlamentari i takon koalicionit fitues, prandaj unë shumë po shpresoj që sot do të zhbllokohet gjendja në kuvend, edhe thirrja është partive opozitare që të respektojnë rregullat demokratike edhe ta votojnë kryetaren e kuvendit, e cila nuk ka si tjetë ndryshe përveç nga koalicioni fitus, pra nga koalicioni i Partisë Guxo me lëvizjen vetëvendosje edhe me Partinë Alternativa. Ky është plani, tash do hymë në sallë edhe do shohim se si do rrjedhë. A ka arrit një marrëveshje mes lëvizjes vetëvendosje dhe nisma për shkak se nga ana tjetër nga deputetët e vetëvendosjes bën të ditur që janë duke zhvilluar edhe takim? Po tani kur të hymë në sallë do ta shihni rezultatin, nuk mendoj që është rruga vendi ku duhen diskutuar këto gjëra. Mendoj që për pak minuta fillon seanca, edhe aty do ta shihni ka s'ka, a do të ecim sot përpara apo do të vazhdojmë blokada. A pritni ju në konstitucion kuvendit? Është gjëja më normale që pas fitores në zgjedhje dhe pas kapërcimit të një blokade fillestare të vazhdoj puna, nuk shoh asnjë logjik, nuk shoh asnjë sens në bllokimin e punimeve të kuvendit. Dihet vota për qeverin do duhet t'ishte ajo tema politike. Ne ende jemi tek pjesa fillestare të konstituimi i kuvendit, as kujt, as pozitës, por as opozitës nuk i kontribon një bllokim i punimeve në këtë moment. Prandaj shumë po shpresoj që ditët e pushimit ka të kenë ndikuar që opozitat këtë ardhur sot me qëllim të zhbllokimit të punës. Zonja Gërvalla është përmendur në emri juaj si kryeparlamentare nga zonja Berta Deliu. Nuk është përmendur në asnjë prej bisedave tona, është tërësisht spekulim medial. A do të votohet sot apo me seancë edhe me votu kryetarin e propozuar të kuvendit. a jeni 61 vota sot? Tash është shumë. A keni pas biseda në partitë? Jo, ne si grup më teknik kemi votat për kryetarin e kuvendit propozuar për vendosje këtu jemi tash. Ma shumë s'kam qenë shtat. A do të votoni për kryetarin e kuvendit? Votojmë krejt. A jeni marrë vesh me ndonjë nga partitë e tjera për me poz votat e tyre? Edhe pse po foni për çështën tuaj, pse po bjani Alvin Kurtin?